Dhunë, kacafytje dhe shkopin ndaj njëri tjetrit. Nuk janë as policë që përplasen me protestuesit e opozitës dhe as tifoz ultras, por kushërin. Në majtar të Dibrës, aty ku një cop tokë, që për disa është rrugë kalimi dhe për të tjerë pronë private, është bërë burim konflikti dhe ka ndesur gjakrat mes kushërinjve, që duket se janë të gatshëm për çdo gjë, vetëm të mos pranojnë kushtet e njëri tjetrit. Dhe siç ndodh shpesh, njëra palë merr guximin të denoncojë. Për fat keq jemi dhe kushëri dhe të afërt dhe nuk na lejon të lëvizim për shërbimet e shtëpisë ose të pronave matanë. Normalisht duhet lëvizim të lirë, siç edhe me qene atij ose me qene imja, një rrugë nuk do na kushtonte kush e di se çfarë. Nëse zotëria pretendon që ka me certifikat pronësie pjesën e rrugës që flasim, ka një gjykatë që do merr vendim, po derisa të vendos gjykata, unë mendoj që rruga do të ketë akses të shërbej pronave dhe shtëpiave. Ja ku është rruga për të shkuar tek pronat, po i shmangemi konfliktit se nuk përfiton askush nga konflikti. Një rrugë me numër pasurie si mund ta bëjë ai pronë vetën ose ne pronë tonën kur është e shtetit. Ju s'keni rrugë tjetër për të shkuar te tokë? Jo, ajo tokë jo. Zotëria edhe këtu e ka pas bogarde, ka pas rrethu 3 vite gana psikologjike na ka dëmtuar se kishim frikë me hyj në banesa. Ne kërkojmë që rruga të jetë e hapur. Ne duam bazë dokumentave, duam në një shoqërore ka ardhur sekretari i shkisë për marrëveshje ka ardhur. Mori palën tjetër për bisedime, nuk ran dakord pala tjetër. Unë rash dakord që 3 vjet asnjë gjë s'ka thënë bashkia. Jemi munduar të shmangemi, por ai ka qenë më agresiv edhe doshte me i bë pronë vetat këto. Dhuna jonë ka qenë kur ai ka hyrë territor në bor, ka bërë, s'kemi godit asnjëherë Arturin. Kallëzimet i ka bërë tremen, se t'ishte për të bërë dhunë, ne blokoshim dhe ne rrugën. Me sa shihet edhe pala tjetër ka pretendime për dhunë, akuzat janë të ndërsjellta, ndërkohë rruga Avion të Mbatë e bllokuar. Në rast se futesh në territorin maligjisht ti futesh për provokim, edhe unë kam marrë çështje provokimi, kam tentuar shumë herë ta shtyj më ta nxjerr nga territori, mos e pranojnë territorin tim për arsye provokuese. Dhe në momentin që unë kam shtyr, domethënë është afruar dhe më ka goditur, më ka ofenduar masivisht, ka kërcënuar, do të vras, do të heq kokën. Unë gjithmonë jam shmang të lloj konflikti, s'kam desh të agravoj deri në situata të tilla që të flasim me grushta apo. Dhe ju e keni goditur Arturin? Asnjëherë. Ose doni nga familjarët e tij? Asnjëherë. Vajzën, gruan, nënën? Vetëm e kemi shtyr që të largojmë nga territori jon, por që ta godasim asnjëherë. Sot është edhe më e freskëta që un kam edhe shenja në buzë dhe kam shenja në trup që jam goditur nga bashkëshortja e Arturit me degat rushi, që un kam tentuar të futem në rrugë të shtetit, të kaloj në pronën time. Ajo bashkëshortja e Arturit më ka zënë rrugën dhe ka goditur me grushta, me shkopinj. Un kam edhe kushëririn tim që është minoren, ku kam edhe video që bashkëshortja e Arturit i ka vendosur dorë në fytyrë e ka kërcënuar. Shihet qartë që në këtë betejë për rrugën nuk janë kursyer as gratë as fëmijët. Gjithçka e dokumentuar. Po ju avdalon truni afshish. Ndërkohë që kërcënimet për vrasje duhet të alarmonin institucionet, të cilat pavarësisht se kanë 3 vite që njihen me rastin, nuk arrin të japin fund këtij konflikti, që her pas here po shkallëzohet dhe në dhunë fizike. Ndërkohë, pasi dëgjuan pretendimet e Albionit, Maliqit dhe Blerimit, është radha e Arturit, kushëriri tjetër të përfshirë në konflikt. Por situata duket si ishte nxehur që në orët e para të mëngjesit, pasi para se të shkonim ne, kishte mbërritur policia. A ke çun gjykat? Pritë gjykatën. Jo, këtu bllokoj rrugën time. Të bllokoj pronën time, bllokoj rrugën time, mbroj familjen time, mbroj nderin tim. Ju kur merrni zëtorin për të shku për të kaluar tek kjo rruga, doni që shkoni tek toka tani që keni aty poshtë? Asnjë s'ka kaluar me traktorët. Asnjë. Për zotin asnjë s'ka kaluar. Për zotin asnjë s'ka kaluar. Ju jeni 2 palë, 2 kushëri, jeni drejtuar dhe gjykatës, jeni drejtuar dhe institucioneve, por ne jeni drejtuar dhe neve për të zgjidhur konfliktin. Ajo që dua unë, patjetër që është gjykatë. Është shumë mirë, gjykata do jap vendimin. Albioni për shembull, kushëriri jo tjetër, ai tjetri që ishte atje, me dashmë shku tek tokat, ku do kalojnë përveç sa i rrugë? Ja ku ka 11 metër gjerësi rruga atje. Kjo është rruga. 11 metër gjerësi e ka, 11 metër gjerësi. Ata ke, unë me harta me gjitha me. Pse të tërë në? Jo, për shkumë, pranë time? Jo, më pse të kalon pranë time? Do të thonë kjo rruga këtu është prona jote. Ka certifikat pronësie. Edhe kjo avlli është bën tokti. Edhe kjo është në tokë shtetit. Edhe kjo. Do të thonë këtë rrugën e kanë certifikat pronësie. Jo, Kur e ke marrë certifikatën e pronësisë për këtë? Në
14-2015. Se rrugët është prona privat. Kur është rrugë, është rrugë. Jo. Unë se di që rruga bëhet Këtë e kam shtru unë me durët e mia, kjo ka qenë tokë bujqësore. Ke kalon dhe njerë tote? Zhe, a do t'i qes videot? Bën bej zot, hajde në xhami Pompej. Në fakt, ashtë të nxehura sa janë gjakrat mes kushërinjve, duke se çdo tentativë për t'i ulur në bisedime është e kotë. Aq sa edhe Zoti, që e përmendin të gjitha palët, do e ketë të vështirë. Ku do shkojë unë këtë tokë? Si shkojë unë këtë tokë, o zotni? Ky tel është i imi, kjo pronë është e imja, këta rrush janë të mi, kjo pronë është e imja. Dukesh mos ke mirë me rrush në rrugë. Hajde pak. Se jam i revoltuese, vjen kërcënon bashkëshortë, është era dytë. Runi që Është era dytë. Ne jemi këtu për Ku e ke traktorin? Vjen shtypën bashkëshortën time me traktore? Ke fali që ka shtyp. Tu më shaq, s'ka fakte. Në fakt Arturi i referohet kësaj video, ku duket nëna e tij në betejë me zëtorin e kushërinjve, që më pas i bashkohet dhe mbesa e saj, vajza e Arturit. Ndërkohë, sipas Arturit, kjo rezistencë një të moshuare dhe një vajzë të mitur ka bërë që të dyja të përfundojnë në spital. Është prona imja. Mbyll rrugë. Një rrugë nuk mund të jetë kurse justifikimi për fshirjes së grave në një betejë mes burrave, që e kanë humbur arsyen dhe logjikën. Aq më keq dhuna ndaj tyre. Është prona imja, merre fisin. Prona jotja nuk është pasuria të rinjve. Neve na janë vënë dispozicion disa video, siç na janë vënë nga gjitha palët, që ju i thoni kushen tjetër që do të hell tru, do të hap tru. E vërtet është. A është kërcënim ky? A është vepër penale ta kërcënosh? Si është vepër penale? Sa herë kam shkuar edhe kam thënë, mos kërcëno familjen. Sa herë ti do të kërcënu familjen? Jo, asnjëherë, asnjëherë. Mona fut çështje se ta kanë falë një djalë, mos ma fut çështje. Ngjan me një skenë surreale, kjo lehtësi me të cilën artikulon fraza të tilla, saqë jeta duket gjëja më e parëndësishme për këta njerëz që luftojnë pa kompromis, por një rip tok. Është një video, është zonja juaj që po i gjuan. Ai gjuhet një fëmijë 16 vjeç. Si i gjuhet? Nuk i Pa gjuhet. e fëmija, se pa e përdor fjalorin tani. Nanën, rob të shtëpisë e më the thash, ha? Përdor? Ma ke fut, Më dëgjoj pak. Ma ke fut. Jo e pret ditë vdes fëmia ime? Drejtoje në çast statusi ke? Gjithë do të Këtë shoqëri këtu. Po, çfarë status e Ke status bukur ke. Kam status bukur më të mirë se ti. Po hoxha, Jo që falësh, hoxha si falet 5 herë dhe Vitra më konë zihesh. Pedofil është statusi bukur. Po jo, më Po, Ti mos ofendo, Po, ti kujton se nuk i di ligjet. Këtu jemi në një situatë tragjikomike, ku dhe ne thuajse jemi jashtë loje dhe kushërinjt na kanë vjedhur skenën. pasurinë e shtetit e bllokon. Nga kjo fytyrë s'ke Edhe pas falësh. asnjë ofendim. Do të vend dispozicion video që Arturi që ka kërcënuar me traktor në gjendje të dehur. Bashortën time Si e kërcënoi? Desht me traktor me shtypë. Te ka 3 vjet që ke bllokuar. Pas me në verin, 30 vjet kam kalu këtu. Pas Shkësh ta nkohesh ti, po me forcë ti këtë pro nuk e merr dot. Asu se maras ti. Jo, Është shtetit. Nuk e gëzon. Është rrugë. Është rrugë. To gur. Ai bllokosh atje. Ai bllokosh atje. Po ishte 30 vjet sepse Pronën time është prona ime. Ka 3 vjet që Hajde ke bllokoje. Hajde, Është hajde. prona ime, rasjes ke kalu. Është prona ime, s'është prona jote. Por si qëndron e vërteta e kësaj rruge, që rrezikon të lahet me gjak mes kushërinjve? Arturi disponon këtë certifikat pronësie, ku përfshihet shtëpia e tij, rruga dhe një pjesë e tokës që ai disponon. Në certifikatin e lëshuar nga kadastra e Dibrës, përfshihet gjithë dokumentacioni, që sipas pretendimeve vërteton që ajo pasuri i përket atij, ndërkohë që ka dhe dokumente të tjerë që sipas tij tregojnë se nuk ka një pasuri 30, siç flitet nga kushërinjtë e tij. Ke pretendje ke piranja gjitha. Kjo është edhe më e thellë që do na del dart pastaj. Që darë Se kush ka ndërhy e kush s'ka ndërhy. Edhe sa herë që dilte ke zotëria këtu, tu i thonë anës time e kam bleme na Apolona Florinin bashki. Tak. Po kam letrat më zotni. Po, do bëjmë gallat, do bëjmë gallat. Ore këtu hiçi kam drejt këtu se janë tokë tuaj këtu. Ka dëshmitar. Mo më çesh në vetë gjyqësi. S'do shkoni, nuk do shkoni në veçgjysi, nuk do shkoni në veçgjysi. Ti përpara se do të bësh spion. Bësh be. Si është i bamëri. Vetë nëse ti s'e ke kërcënuar. Bëj bejon që ti. Nëse ti s'e ke kërcënuar mua. Bëj bejon se ti. Ti sa herë vjen me makinë atje do të bëj bejon, do të ta çoj portal. Nuk do të na shohë si ta përstrisat fjalën. Ne nuk do të përdoroj si për çfarë dia futi. Po ti të Kur kërcënimet bën kaçapur përpara 2 kamerave tona, imagjinoni pak se çfarë ndodh me këta kushërinj në një ditë të zakonshme, kur nuk kemi as ne dhe as policia. Edhe pse kemi disa minuta që përpiqemi të flasim me gjuhën e arsyes, duket se është e pamundur. Urrëtia që ata kanë ndaj njëri tjetrit është më e fortë se lidhja e gjakut. Kjo gjë vëret edhe në praninë tonë, ku palët shtyn dhe provokojnë njëri tjetrin, si në këtë rast, kur Blerimi shtyn Arturin në mënyrë që ky i fundit të reagojë keq.
Çfarë ka prana ime? Ti shkosh prana ime. Jo, s'është prana jo, është litër gujtë ajo. Jo është prana. Rreth 50 metra. Këtu është proces tani. Rreth 50 metra. Si do shkoj ty te toka vet? Shumë burr, 2 gjëra ka. Se është shteti. Jo, më bosh të imja. Arturi vijon të këmbgul se është toka e tij, ndërkohë na ka dërguar edhe disa pamje që sipas tij tregojnë se toka e tij zihet nga kushërinjt sa herë që në lokalin e tyre ka dasma dhe makinat vinë dhe parkohen aty duke kryer dhe akte të turpshme që ne nuk i pam askund. Ndërkohë, konflikti sa vjen e po shkallëzohet. Ke nderi familjes time, ke bashkëshortë e ime? Po ju e keni dhunu këtë? Jo, më zotri, jo, më s'kam prek njëri me dorë. Po në letrat e bashkisë, kujt rezulton kjo tokë? Është ngritur grupi i punës me specialistë nga ana e bashkisë dhe është bërë verifikimin terren i pronës objekt konflikti. Pasi është konstatuar nga komisioni, është përcaktuar dhe numri pasurisë sipas hartës, domethënë numri pasurisë është numër 30. Për përcaktimin e statusit juridik së pasuria është bërë dhe aplikimi nëpërmjet ILBENJës për të marrë kartelën dhe hartën tregues te kadastra. Përgjigje të kadastrës për pasurin 30 thotë është e llojit rrugë. Ndërsa debati mes kushërinjve vazhdon dhe ne nuk arrim të bindim asnjë nga palët, është radha e policisë të ndërhyr për të qetësuar gjakrat. Palët përfshirë në këtë konflikt, bashkë me donacionin, bashkë me pretendimin do afronin të komisariat për veprimin e tyre. A ja vjen që të rrisni me grushta për tokën? Po për rrugën. Jo për tokë, jo, për rrugë absolutisht, s'ta lejo. Po dhe zënja jote ka rrafë djalin 16 vjeç. Jo, zotria. Edhe ju i keni gjujt atit me shkollë. I ke pa filmimin e vajzës time e nënës time shtri këtu ti ke pa ato apo s'të intereson ata? Janë fut edhe gratë dhe fëmija ka qenë me ambulancë më ka shku. Ne jemi për mos t'u zënë. Policia e Dibrës apo bëri shoqërimin e Artur Keshit dhe të kushërinjve të tij pas konfliktit i cili degradoi edhe në praninë tonë. Ata po shkojnë drejt komisariatit të Dibrës për të dhënë deklarimet e tyre për situatën e sotme. Por jemi të sigurt se kjo nuk do të ndryshojë asgjë. Dhe të nesërmen do të jemi me të njëjtën problematik, e cila nga dita në ditë mund të shkaktojë tragjedi.